Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, ne vazhdojmë ligjëratat e tona javore që i kemi çdo të premte, me të vetmin qëllim që përfitojmë, të mësojmë nga Kurani famëlar dhe nga hadithet e Rasulullahit alayhi wassalam. Kësaj radhe do të flas për një temë e cilën do ta titulloj Stop dëshires për të vdekur për shkak të dini fatkeqësie. Duhesh të thosh vetë stop, nëse të vjen ndonjëherë ndërmend në kokë të rrotullohet një ide, ta mytish vetën tënde për shkak të dini fatkeqësie dhe belaje dhe musibetit ka godit. Asnjëherë kurrë në kurrës nuk duhet të shku besimtarët mend, sado që ka sfidat, sprova, telashe, fatkeqësitë, belat që kanë godit në trupin e vet, në shëndetin e vet, në vladin e vet, familjen e vet, pasurinë e vet, kur në kurrës nuk guxon ta marrë atë guximin, ta vrasë veten e tij. E gjithë këta duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se do të jetë poshtë i temës tonë. Ku thot pejgamberi alayhi wasallam, la yatamanna ahadukum al-maut min durrin asabahu fa in kana labud fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Thot i dërguari Allahu Muhamedi alayhi wasallam, askush prej jush të mos dëshiroj vdekjen për shkak të një të keqe çka i ka sprovu dhe i ka godit. Asnjëri prej juve mos të shkojë ndërmend me kërkuar Zot ma merr shpirtet vdes se më ka godit një telashe. E nëse ka do e mos me bë këta, atëre le të lutet duke thonë, o Zot, më jep jetë nëse jeta është për mua më hajër dhe më mirë. E nëse është vdekja më e mirë, atëre më mirë mos e vdekja. Kjo është hadithi i vërtetë. Është porosi profetike, është mesazh i pejgamberit alayhi wasallam. Tash do të flas rreth shpjegimit të këtij hadithi. Muslimani i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se muslimani i dobët. Kuptimi i forcës është shumë dimensionale, por nuk ka asnjë dyshim se forca manifestohet edhe tek përballja me sukses dhe fatkeqësi që ka goditur njeriu. Muslimani më i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se muslimani i lehtë, se i dobët. Edhe pse të dytë ka hajt Allah. E çka do të thonë muslimani i fortë? Se ka qëllimin vetëm i fortë fizikisht, po dhe shpirtërisht. E godet i telashe, jo më demoralizuar. Pse Allah të ka marrë vladën tea, o Zot më për mua s'ka jetë. Të kap fukarallëki, o Zot më mirë me vdekje çto më tu. Jo, besimtari të kalon këto sfida, to testat dhe provat e njeriu. Megjithatë, jo të gjithë njerëzit i përballojnë fatkeqësitë, këqijat me sabër. Për të gjithë njerëzit ka momente dhe çaste dobësie. Njeriu duhet me ditë se si me reagu. Kur e ka plan momentet e dobësisë, njeriu duhet me ditë me menaxhu jetën e vet. Secili prej neve provohet. Nuk ka njeri në dynjë i si apo i bë, i fortë apo i dobët, pasunik apo i varfër, me shëndet pas pa us provu s'ka çare. Do t'rregoj ajetet në vazhdim që na bën me ditë do mos përdesa që na ndonjë që na mos provu. E po ta sprova që na vit kret volet se si menaxhon. A dhe si do të menaxhon? Që tash ka një njeri një djalë i ri i cili ka pas shumë vujtje, shumë telashe dhe sprova te një plak i urtë dhe i mençur. I ka dhënë plak, ka marrë te me marrë dobësime. Të formësime kanë shumë telash, kam shumë sfida, ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo, ka ndodhur kjo, s'po mund mi përballu. E ka marrë te me marrë mësim dhe urtësi. Si mi te kalu sprova. Që çfarë mësimi ka dhënë ki plak. Ka thënë ja me mua. Duke ndin shpejt, ka thënë merr një grusht krim edhe hedhe gotë me një bardak. E ka hedhë. Po të përzije, ka përzi. Pas i përzi, thot pije, kur e ka pi, pilim, e kryp, s'ka mu dhe përballu.
Po të jam e s'muna, ku do shkoj të kime më përcjerë? Edhe thot meret një grusht kryp, e ka marrë një grusht kryp edhe ka marrë mas veti, mas plakë për shkon. Duke shku mas plakë del për shpijes, del për shpijes, del për lacës, afrot me një lumë. Tha që krypën der dhe në lumë, e dirë në lumë. Tha që ati ku e ki dirë, shko me një grusht edhe pije. Ka shku që ati, e ka hedhat krypën, që ati uj ka marrë dhe ka pi. Kër e ka pi, tha që shpo të ogot? E kanë shpe, spenime kërë. Thot mërë gjallë, qështu është jeta? Se të cilë e prej neve s'provu, nuk ka njërë. I vogli madhë, i ri plak, gruje plak, kretar, njëri thjesht, oqë, gjenar, mësos në zonë të krejtë. Sprovat janë krypa, që e krypë? Po qka thot? Dhe të mbarët në asesimin a gjojnë. Nuk ka një menë që në ti, të jatë krypën sprovën e gjunë me një detë, që së me mërve sprovën. Po ti gjunë këtë bardak. E kur të gjush bardak kur të pish, se cëna sprovë e randë do këtë. Një qajtë me do këtë e randë. Rruga më sputarë do këtë e randë. Mu të sprovu e vladi do këtë e randë. Me betë pa shpi e randë. A nëse e krypën atje, që do sprovët e kalon. Ka marë mësim. A për kuptoni? Mos i bërë nga të zemrës, mos i betet fatkeci. Herë në lumë, dejti. Nuk jam mërë vesh i thirin e krypës, i thirin e sprovë. Që në nënë, varët në asesimin e gjojnë. I japë një apsira, pa nuk japë një apsirë sprovave dhe telasheve dhe fatkecive. Njëri ju du të me ditë, se si du të me reagu. Kër e ka plejt momentën e dopsijes. Momentën e kër e ka plojnë, a ban falë, po kër ka plojnë momentën të dopsisë. Nëse njeri ju i le me njën momentet e dopsisë, atër është përballuar me realitetën si që duhet. Por nëse këto qastja, apo dopsije, bizotrojnë me njeri ju, atër a e më përthem pesimizm. A i bjen depresion. Nuk është jaftë mi përballu realitetin edhe përpiqet largohet nga kjo botë, duke shpresuar se sa më parë me vdes. Kur e shesë që ka godit, s'demi te kalu, kjo më thotë diçka, më me vdes. S'ka urgore tjetër. Çka ka godit mua, pasionin se ka godit. Si rrjedhore, ai tenton me vrarë veten e vet. Andaj psikolog thojnë, shpeshher vetvrasjet kryen në momentet të një dëshpërimi. Kur njëri dëshpërohet dhe thellë menon. Kur viktime ka humbur kontaktin me botën njerëzve. Dhe njëri më kur ballafaqohet, hupet për njerëzve. Ko qëtë mu veçun veti. Qëtë veti s'mun është me adar vetë. Ki nevoj me kaj dertën me dini shok, me dini mik, me dini familjes, me dini dost. E kjo thot psikologi, kur viktima ka humbur kontaktin me botën e njerëzve. Që kjo që është bo viktimi. Kjo më fillon më distancu me njerëzve. E ka një farë vakumi. Edhe nuk shë asë një fije shprejse, asë një rrez drite në mirësire dhe të gjallëve. Gjendja të tilla me një pesimizm të pashpres të ati momentin, ata kanë zanafilën që kanë shkaktuar shumë trauma, që u duke të pak ka përcyshme, duke zverë dhe bukurinë e jetës dhe dëshirën për jetu. Aja është me një fenomen dopsije, shpirtrore, psiqike, morale, kur njeri ju mendon gjithmonë anën negative të gjërave dhe nuk ka më besim të vetja verë, ose nuk ishe gjërët pozitive, këtë ka e keqja, s'ka hajtë, s'ka halë këtë shtetë, s'ka halë këtë familje, s'ka halë këtë lagje, s'ka halë me këtë njerëzë, nuk jeton me fëmijët e mi, këtë duket e zezë. Ky njeri është të thellësuar, ka e keqja. Ta njerëz rrinë të vetmuar në botën e tyre, shkëputën fare nga shoqëria dhe bien në mendime të thella, duke dëmtuar trurin dhe çfarë do lloj imagjinate të kohët të jetës njeriu. Dijeni se jeta paraqet paranisht një pafundësi problemesh dhe njeriu mendon se në jetë ka më shumë butje se sa gëzim. Por jeta me kuptim atë kur ballafaqohesh me zgjedhjen e problemeve. E jo duke dëshuar vdekjen. Ja, ti do të më ballafaqosh, kesha kjo. Fukarallëk. Unë menon, si më do fukarallëk? A kam nevojë me zgjat ku na dorë? Jo më njëherë nuk ka vdekja. S'ka, këtu s'ka, më me vdek.
Jo, nuk o zile. Pikërisht për këtë arsye, Muhamedi a.s. e ka urdhëruar këtë grup njerëz që shfaqen në çdo kohë dhe në çdo vend, që askush të mos i shkojë mendja me vdekje, me dëshiru vdekjen, për shkak të një keqe dhe belaje që ka sprovuar dhe ka godit. E Muhamedi a.s. i urdhëron ata që mos bien prej pesimizmit, depresionit dhe kur se si të mos tentojnë për me vro vetën. Ma ketë se me vro vetën ka të nuk ka. Nuk ka zgjedhje me vro vetën. Se ka nuk dole tjetër. Në vend që ta dëshiroj vdekjen, është mirë për ta që ta lutë Allahun xhaleshan. Që Allahu o Zot më bardhës sabër, edhe përballoj me të keqen me sukses. Lutëm Allahun, vetëm Allah po të prituje ai të lut, po Allah më sabër në këtë telashe. Edhe me gëndërutale ta te kaloj të keqe. E njeriu i cili nxiton, duke dëshiruar vdekjen, kujton se shpëton. Jo, ndërkaq vdekja mund të jetë akoma më e keqe se ajo që ka zbrit. Njeriu mund të vdesë dhe për shkak të mëkateve, e pret dëshkimin e botën e varrit. Ndërsa nëse ai vazhdon me jetu, ka mjaft kohë që të kërkoj falje, Allahu xhaleshan dhe pendohet. Nuk ka dyshim se vazhdimësia e tij në këtë botë është një augur i mirë për ta. Pse më nuk e keqja? Prej se ka ditë bardha, pendoju, ba punë të mira, edhe ajo ka shpresë apo të ke keqja dhe botë jeta e lumtur. Nuk ka apo zgjedhja apo opsioni njeriu me mbi vetën e vet. E duke qenë se pejgamberi Allahut e ka ndaluar një gjë të tillë, që njeriu të dëshirojë vdekjen, kuptohet vetvetiu se ndalimi për atë person që tenton ta kryejë vetvrasje është më e rrezikshëm. Shumë më e keqe me mbi njeriu vetën e vet. Njeriu ka të ndaluar ta vrasë vetën, për arsye se në botën tjetër personi që ka vetën ka mu dënuar përjetësisht në zjarrin e xhenimit. Morën me ai që mund të vetën e vet, gjithmonë ka me vetë zjarrin e xhenimit. Kurse ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai njeriu i cili vran vetën e vet, duke hedhur vetën nga lart në kodra, ka mund të shku përjetësisht në zjarrin e xhenimit me tjetër dënim. Morën nëse ky mit vetëm prej kodër, me ra poshtë, Allahu zjarr ka mund të dënuar gjithmonë prej kodër poshtë. Hip kodër poshtë, gjithmonë jetë në zjarrin e xhenimit çashtu. Ai cili vet vetën duke pirë elm, në dorë ka elm, dhe ka mund të shku përjetësisht në zjarrin e xhenimit me tjetër dënim. E ky mit vetëm në elm, s'u ki duru, s'u ki moshabër, që ke një ditën e kiametit në zjarrin e xhenimit ka mund të dënu vetëm elm. Gjallë, pierë, çështu jetë. Po, ai cili vet vetën me armë të ftoftë, armën e ftoftë e ka në dorë, duke e qafë barkun e tij, ai ka mund të shku përjetësisht në zjarrin e xhenimit me të njëjtën dënim. Po, andaj më pasojë. O Zot më pasojë për çdo telashe që ka ndodhur. Po, pra në rastin kur njeriu i bie telashe, fatkeqësia, e ka të ndaluar me dëshirë vdekje. Por ai ka disponim një alternativë shumë më të mirë. Me ngrit durt e me lutë Allahun, o Zot, më jep jetë, nëse jeta ime është e mirë për mua, dhe ma merr jetën nëse vdekja është më mirë për mua. Ç'është është? Nëse ki patjetër, se mos e ki patjetër, mos e përmend as këtë lutje. Kalo, ama shes se tu am kushtuar thuj o Zot. Nëse është më mirë me jetu, ma bë më shumë jetën. Nëse është më mirë me dek, sa më jetu me bë xhonoja të kësia, më mirë më shpëtet. Ama te di o Zot, unë nuk e di. Ti vendos për mua. Urtësia e ndalimit, ku qënon ajo urtësia filozofia pse ka ndodhur pejgamberi? Me dëshirë vdekje. Është fakti se vdekja për besimtarin do të thotë ndërprerje e veprave të mira. Sepse për ta është më mirë me jetu, me bë vepra të mira, më ofru më shumë te Allahu xhaleshan. Morën, se ti kur fitu me vdekje, u përfundu puna jote. Po më mirë që je gjallë, se mos e bëni istighfar, ni dua, ni lutje, ni sadaka, ni hajrat, ni vizit, ni punë mirë. Këto bonusët për ty e mund me qenë favori, jo. Qëre? Ati si të desë mësë më putë mira, që kjo është përcija se s'ma me lim kur me dëshiru vdekje. Nuk ka dyshim se jeta e gjatë e shoqëruar me vepra të mira është më e mirë te Allahu xhaleshanu për rrugën e tij, sepse njeriu më i mirë është ai i cili jeton ngat dhe bën punë të mira. Kështu ka thënë pejgamberi. Njeriu më i mirë është, ka thënë pejgamberi alayhis salam, njeriu më i mirë është ai i cili jeton ngat dhe bën punë të mira. Më i keq është ai i cili jeton ngat dhe bën punë të këqija. I ka bërë 80 vjet, 90 vjet arena për kafe, arena për muzikë, arena për venet e fleqta, duke dëgjuar fjalë të fleqta, nuk fal namaz. Kish më keq, ama më i mirë jeton 90 vjet 100, ama namaz, dhikr,
istighfar, Kur'an. Kjo është më i mirë njeri. Kjo është njeri më i mirë. Dietari i njohur Sheikh Uthejmini, Allah e më shërof, ka ndrujet, thot, pejgamberi selam e ka hap një ide që është më e sigur, sepse fakti që njeriu dëshon vdekjen tregon se është i pakënaqur dhe nuk bën durim ndaj caktimit të Allahut. Ai që ose lik me vdek, ky njeri nuk ai kënaq me Allah. Edhe çka? Ky çka? Nuk po mund të bëso për caktimin, nuk më bëso. Sa vona ka punë dunjë, nuk më bëso për ajo. Thot shtoj ky hoxha thot. Kjo lutje e mëson njeriu që të mbështet Allahu xhalesha. Sepse nuk e di të fshehtë. E lutja ty të shpresa. Dhe mbështetesh me Allahun xhalesha. Dëshira për të vdekur konsiderohet nxehtësi i njeriu, i cili kërkon prej Allahut që t'ia ndërpres jetën. E kjo kërkesë e privon, e pejmon dhe privon ata nga shumë të mira, nga shumë hajre. E privon që të pendohen, apo që të bëjë sa më shumë vepra të mira. Se njeriu nëse jeton më shumë gjallë, kujti din keqardhje, tybe, istighfar, pendohet, kjo është më e mirë sa me pas ndruje. Nuk duhet me nxitu me shpejtu. Zot me pas agjele. Po. Andaj Muhamedi alayhis salam në një hadith, që është hadithi është i top, ka thënë çdo kush thuhet se ka thënë, çdo kush ka vdes, pendohet. Nëse ka qenë vepër mirë, do të pendohet se pse nuk ka bëu më shumë punë të mira. E nëse ka qenë mëkatar, do të pendohet pse nuk është penduar. Shisa interesant. Hadithi është i top, mirë po kuptimi është i vërtetë. Çdo kush ka vdes, ka u penduar. Kush ka me dek, ka me ropi shponin. Çaj që vdes, qofti i mirë apo i keq, ka me ropi shponin. Po çka që ka ndryshim? Nëse ka qenë i mirë, pse me ropi shpon? Ka me ropi shpon pse s'ka punë mira. Ta kisha shtu dozën e sadakas, ta kisha shtu dozën e namaz, ta kisha shtu dozën e agjerimit. E tash, i keqi pse ka me ropi shpon? I keqi ka me ropi shpon, pse nuk u pendova? Pse e prita vdekën? Pse besirash mendimit me Allah me heq me ndje keqare për këtë punë të liga? Qëre, në dy aspekte, ai që vdek pas ka me ropi shpon, edhe i miri. A e dini se ka thonë Hasan Basria një dietar i mirë, ka thonë banorët e xhenetit kur nuk i bin pishmonit, për arsye se pishmon nëse. Si në? Kemi në xhenet, edhe kemi ropi pishmonin, ka thonë po. Për shka? Banorit xhenetit, xhenetlia ka me ropi pishmon, për shka? Pse dhe nuk ka më punë mira më shumë dhe. Kisha pas pallate më shumë xhenet. Se tash ai kam 200 pallata. E pas më punë mirë kisha më 210, 220, 300, 400, 500. A e dini se një dietar ka thënë Ibn Qayyim, ka thënë, kur njeri, muslimani, ban dhikr, subhanallahu walhamdulillah, melaqet ja ndërtojnë xhenet një tub me xhenet, një tub me altar. Sa më shumë që ban, melaqet i bojnë. Kur të nolet njeri, melaqet nolet. Thotë u ka nolet në dynjë. Nëse ky vazhdon me sa më shumë, 10, 20, ka 20 tulla të thonë. Subhanallah. Melaqet në favor tonë gjithmonë ban. Qëre, është interesant. Kjo do të thotë se pendohet në mëkati, dëshira për të vdekur dhe kërkon falje. Njeriu i cili në rast të fatkeqësie dhe belaje e bën këtë dua. O Zot, më jep jetë nëse jeta është e mirë për mua. O Zot, më merr jetën nëse vdekja është për mua më e mirë. Domethënë, nëse ki patjetër, pitelashe të këqija, sfida dhe sprova të noja, s'ka nuk dale, mos e vdekën tur. Po shka? Nëse ki patjetër me lik thuaj çto o Zot. O Zot, nëse është më mirë me jetu, më barras, më mundson. Nëse është më mirë me dek, mas më shpejt vdes. Ti di shka është më herë o Zot. Qëra dëshiron për veten të mirën si gjatë jetës, edhe nëse dëshon vdekën, mbështetet plotësisht te Allahu xhaleshanu. E tash disa pyetje të rëndësishme lidhen në lidhje me këtë hadith. Cilat janë ato raste kur njeriu ka të ndaluar me dëshiru vdekjen? Kur e ka ndaluar me muslimani me lidh vdekjen? Rasti po. Kur e bie ndonjë keq në trup. Dhamë syne, veshin, dëgjon. Në pjesë të trupit, dorës, kamës. Ka rënë në fatkeqësi në trup. Sipas parimeve fetare, kur njeriu i bie ndonjë keq në trup, kjo e ka një urtësi. E ka një ders, e ka një nasihat kjo e keqet që ka rëpërja. Të cilën Muhamedi selam e ka sqaruar më së miri në hadithin që ka transmetuar e Burejra nga Ebu Sejid Khudriu, i cili thotë se pejgamberi ka thënë, nuk e godet muslimanin dhe një lodhje, dhe një smundje, dhe një gale, dhe një brejnë, dhe një cënin, dhe një treshtin, dhe një thejnë kam
vetëm sa Allahu ka mja falë gjënat në përmet kësaj. Subhanallah. Edhe një kino më tratu i që ke më të madhe, shpresos Allah këtu ka më të falë gjënat. Nëse Allah të ka marrë shikimin, majnë me, krejtët e Allah që të pregarit për ty Allah. O të falë të gjënat se ishën dëshku në ere. Ta ka marrë ndëgjimin, ose ta ka marrë pakamën, ta ka marrë dorën. Nuk ka gale dhe mërzia, gjatë ditës një satë ki pas mërzia. Shpreso që 40 minuta që ka. Allah të falë të kusure. Subhanallah. Krejt gjanët e në favor të muslimanit. Krejt e në favor. Pra pastrimi nga mëkatën dhe gjunat është urtësia e të keqës që e bje njeriut në trupin e njeriut. Rasti i dytë, kur e bje në një keqën pasuri, kur s'ma me livë vdekja. Kur bje në një keqën pasuri, ki pas pare të ka gjejnë madhe, të ka gjejnë duqani, ka nuk pare në bankë, pa diçka. Kur mos e litë. Jetë e kësaj botë është sprova dhe sfida, batica të zbatica. Allah ka thënë Kur'an: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ." Në gjuhën arabe që ka ardhur konfirmim, do e mos, patjetër, kena për të sprovuar njerëzve me frikë, deri në frika, panika. Umti, kemi 2, 3, 4 ditë pa bukë. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ paksot pasuria, e ki pas rrugën 1.000 euro, ta që ki 50 euro në mujtë. Subhanallah. Sprovosh. O l'anfus, paksot shpirtat e njerëzve. I kanë të antarë. Një fatkeqësi, 5 ka marrë me një ndeshje, 5 ka me. Sprovë. O themera, të ka marrë dhe i frytin. O bashiri sabirin. Epi myshde. Myshde epi durimtarve. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. E për myshde, kuna, atyre njërë të cilë, i godet dhe një telashe, dhe një bela, dhe një fatkeqësi, ata ka një formu, ku nuk e ke pigojës vetë, kur gjithë më në kanë në trujnë e vetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, o të Allahit e në të Allahit e në më këthi. O vëzët e dashën, a disjo është vdekja që vetë të njerëzën, kur mu su befasonë, mu su me të hatre, se kur kanon në dunja, nuk o me dëshirën tonë, edhe shkure nuk o me dëshirën tonë. A do një dik argument është një, hadith i pejgamberit. Qaç është i freskët i kapshëm, që ka kallëzu për këtë vdekjen. Ka qenë njëri nga sahabët. E ka pas një gjallë të smunë. Qëta? Dere gjithë vdekjes. Pejgamberi Allah ka thonë, e kam njën me shku në thit, apo vjen me muhe. Këtë është vetën e vetë. Gjallë e kam shtra, pejgamberi po më thirë. Kanë të ngoj ma shumë. A e vladin a pejgamberi? Pejgamberi, të është gruje e vladin koftë në amenet Allah. Edhe është njështë pejgamberi. E kalon fëmijën e smunë, dere gjithë vdekjes. Edhe ka kalon, edhe ka shku. Kër është këthy, djali ka ndrujet. Ama gruja e menqme, si do të muhon gruja e menqme para burit, jo mosh asnisë. Kër ka arë burit e shpje ka turkit, ka dalë gruja, thot, si është djali, thot, kur ma mirë së ka? Kur ma mirë që së ka ratën? Ama kjo shpe bervesh këj burit. Ka gruja që të rësun, tërthora zi. Thot, kur ma mirë së shka? Edhe kjo gruja i ka bodarë. I ka bodarë. Ka fleqat në 7 bashkë me në vetë. Se cilë prej nuk ka spëru në të një vdekje. Se kur të vdekje në një afer, i upët apetit i oreksi. Nuk i atë buka, nuk i fleje, apo? Ka gruja e me menqme, e ka mujtë. Ma ati ka fletat në me burë në vetë. E në sabak kur ka që burë ka thënë, me gruja speshove fëmijën, ku është fëmija? E ke gruja i thënë, o burë. Nëse e morë me një uha të kushia, për shembull, plesht e di më mirë përpara, kanë bërë darës më zja fete, i kanë bëna për shtëpia. I ka mungu sauna, i ka mungu lukët, ka nërë 50 veta, i ka pas 5 sauna vetë, ka lip të kushi. Apo mjep një 10 sauna, një 10 lukë, ti këthe, so problem, ja ka dhënë. Mas e ka dhënë, kuj ka shpëdzu, kur ka kalu darësme, kur ka pranari mi ali këto 10 enet. Kur ka mi lip, a qëtë hatëri ti, kur ti lipaj, a do të bjerë këri. A zë puna me të atëri, sa është malli vetë, po, edhe e këthejmi. E thëtë që gruja, ja, o përje, thëtë, fëmija ke Allah. E Allah i në lipi, a do të mëna me të atëri, jo mere, se jo që është. Se kërës e edhe, do të bëjë këthini të. Subhanallah, sa gruja me që. Qështu du të mi përcëptu së provat më në me hej. Sa të Allah të janë taj, që kjo haditje shumë koment i mirë, i ajetet të Allah të jime taj kena më të. So është nuk kina, sa do që është e vledion, është i Allah të shpirti. Andaj thëtë Allahu, kena mi spëru. Kërejt,
Deri thonë, kur të thonë ata, ta Allah ti me taj kena më këthi, ulajke alim salavatu min rabbihim u rahme, wa ulajke mul muhtedun. E këta njerë, se thonë qëto formullën, ose të sprovan Allah, ta Allah ti me taj kena më këthi, atyre thot Allah, ka salavat, lutje, begatime, ka ndar rahmet, pre Allah, edhe këto njerëzat muhtedun, janë të lëzuar në rrugën Allah. Dërsa me një ajet tjetër, Allah i ka thënë Kur'an, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahinu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'fu wa ma istakanu. Subhanallah. Thot Allah në Kur'an, sa pejgamber bashkë me shumë besimtar të vërtet kanë luftuar, megjithatë kur nuk janë përkulli. Para çdo goditje që kanë marrë rrugën Allah, as nuk janë dobësu, as nuk kanë nështruar. Lufta është problem, pa bukë, pa ojë, frikë, panik, stres, rrethëkohet, mos dimon. Kjo që ka ndodhur këto, thot fema dhahinu, nuk janë dështu. O më tafu, as kanë rënë poshtë, morale kanë ngrit, o më stakanu, as nuk janë nështruar. Çështo është muslimani një. Ama për me i perceptu këto gjërat, do të më kanë i pajes shumë me iman. Rasti 3, që nuk lejohet kur me kërku me dëshiru vdekjen. Varfëria, fukarallëki. Njeriu në këtë botë është në mirëqenie, një herë është mirëqenie, një herë është vështirësi ekonomike. E pejgamberi Allah ka folur për vlerat e besimtarit. Ç'është jeta besimtarit? Një ditë bardhë, një ditë zi, një ditë ki sevdal, një ditë ki gazet. Ka thonë pejgamberi, ajaban li amri al-mu'min. Inna amra kullu lahu khayr, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Çudi është, çudi. Është për më çudit me hallin, me gjendjen e muslimanëve. Kërrejt çështjat është hajr. Nuk e gëzon këtë mirësi vetëm se muslimani. Wa in asabu darra fa sabara fa kana khayran lahu. Wa in asabu sarra fa shakara fa kana khayran lahu. Kur e godet në keqe, ban sabër, është në favorin e tij. Kur e godet në mirë, e falendron Allah, është mirënjohës, është në favorin e tij. Wa laysa dhalik, nuk e gëzon këtë mirë vetëm se musliman. Kur nuk qërë ditën, këto e dy shtresat më të mëdha të imanit. Vënë, imani ka dy pjesë, ka thënë Ibn Qayyim. Al-imanu nisfan. Imani ka dy pjesë, nisfu shukr o nisfu sabr. Një gjysma e imanit është të shukri, gjysma e imanit është të sabri. E çka viti ka përfshi këtë? Gjysën shukr, gjysën sabr. E kompletot imani. E fatkeqësia që tu dënshesh sabri dhe imani i besimtarit. Pastaj Allah ka thënë Kur'an, "Wala nabluwakum bi-sharrin wal-khairin fitna wa ilayna turja'un." Ne kena më vonë në sprov, me të keq edhe me të mirë, edhe tek Allahu keni për të kthyer. Ndërsa me një ajet tjetër ka thënë Allah i Kur'an, kur ka thënë Allah Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Wajadaka 'ailan fa-aghna, fa amma al-yatima fala taqhar." O Muhammed, ti më mirë te kupton, çka do të thonë njëri më kanë jetim baba. Edhe kjo është një fatkeqësi, edhe kjo është një bela, nuk është lehtë, se baba është mbështetja më e madhe e vlladit. Thot, o Muhammed, kena gjeti ailin fukara, fa aghna, kena pasunu. Andaj fa amma al-yatima fala taqhar, yetimin mos e përzas asnjëherë. Mos e dëbo asnjëherë. Nga hadithi i Muhamedit dhe ajetet kuranore, kuptojmë se njeriu gjatë jetës së tij ka me përjetuar situata nga më të ndryshme. Prandaj, dëshira për të vdekur në rast varfërie është ndaluar rrëpsisht. Në Kur'an gjendet ajetet kuranore që mbjellin frymën e shpresës dhe tregojnë se varfëria e njeriu nuk zgjohet përjetësisht në këtë botë. Allahu i lartësuar Kur'an ka thënë qëra, li yunfiqu dhu sa'atin min sa'atin. Le të shpenzojnë pasunik sipas pasurisë që e kanë, dhe i varfri le të shpenzojnë sipas asaj që e kanë. Allahu nuk e ngarkon askën për te mundësive. Pas vështirësisë, Allah i sjell lehtësime. Pas fukarallëkit vjen pasunikllëki. Pas të çmimin vjen avancimi dhe ngritja. Kur nuk mund të kanë gjithmonë kjo. Jeta çështo është, batica dhe zbatica. Gjëja më e mirë që njeriu mund të bëjë në rast fukarallëki është të jetë i devotshëm dhe të kryej vepra të mira. Pikërisht për këtë gjë na porosit ajeti Kur'anit, Kur'an thot Allah, "Dhalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kjo është ai i cili merr këshill nga këto porosit Allah dhe beson Allah dhe ditën e fundit. E kush ka frikë Allahun, Allahu jep rrugdale dhe jep rrezik kas kujton
s'kujton fare. Ka s'kujton fare. Përse feja e ka ndaluar njeriu ta dëshirojë vdekjen? Tash pra ashtu pyetja. Pse Islami ndalon e ka ndaluar me kërku vdekjen? Feja Islami ka ndaluar për disa arsye. Arsyeja e parë është se tregon ligështim. Ndërkohë që besimtari në parim nuk ka frikë. Nuk ligështohet nga vështirësitë e jetës. Allahu në Kur'an ka thënë: "Innal insana khuliqa halua, idha massahu sharru jazua, wa idha massahu alkhairu manua, illa almusallin, alladhina hum ala salatihim da'imun." Çuçi po shkon Allahu në natyrë, tabiatin e njeriu, karakterin, se Allah ka krijuar konstruktin. Thot: "Innal insana khuliqa halua." Njeriu thot Allahu e kena krijuar të paqëndrueshëm. Idha massahu sharru jazua, kur e godet në shërbën e keq, ligështohet. O idha massahu alkhairu manua, kur e godet në mirë, manua, e dal për veti. Qëra, ila almusallin. Ata shafal namaz nuk kanë këtë karakter, se kanë këtë kulturë. Se kanë këtë kulturë. Kur kanë keq, çeloditën, kur kanë mirë po. Ja, gjithmonë janë balans. Ata të cilët falin namaz nuk janë. Alladhina hum ala salati daimun. Sidomos ata të cilët janë kujdesën namazin gjithmonë. To që falin 5 vakte, kur nuk e gjej këto, kur të kanë qia mu çelodit, kur kanë mirë mu gëzu. Ta i kanë gjithmonë jetën balans. Kur besimtari i cili falet rregullisht, e godet të një keqe, ai nuk ligështohet. Por kontrazi ai qëndron me një fortesë të lartë dhe i pa lëkundur. Arsyeja e dytë, pse Islami ndalon me dëshirë vdekjen? Pse? Se ti tregosh mos sabërli. Nuk tregosh durimtar. Çdo e mirë apo e keqe që vjen njeriu, është e caktuar dhe shkruar që ka ndodhur. Në rast fatkeqësie bën durim, apo nuk bën durim njeriu. E fatkeqësia do t'i bjerë edhe ai nuk mund të largohet prej saj. Nëse njeriu bën sabër, ka më problem. Por nëse nuk bën sabër, i shkruhet gjuna. Arsyeja e tretë, tregon pakënaqësi ndaj caktimit të Allahut. Ti që li vdekjen, ti sigurisht se nuk e i kënaq me caktimin e Allahut. Duke dëshiruar vdekjen, njeriu direkt apo indirekt tregon i pakënaqur ndaj caktimit të Allahut. Nuk ka dyshim se kjo pakënaqësi ndaj caktimit të Allahut është një veprim shumë i keq. Allah i lartësuar në Kur'an thotë: "Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabruha inna dhalika ala Allah yasir." Nuk ka fatkeqësi, bën musibet, çka godet në tokë, apo juve që godit. Vetëm sa është shënuar te Hamza në librin e Allahut Leh Mahfuz, para se me kryu ata. Dhe kjo për Allah në shumë lehtë. Subhanallah. Nuk ka sen këtu, mone me, që që kështë ato ndohë me suve? O është regjistrume të Allahu Gjeleshanu. E pse thot kjo? Pse ndodh kjo? Për ata thot, kër e diti këta, thot Allahu, kjo për Allahu, kjo që mos dëshpërohemi për ata që ka kaluar, as nuk gëzu për stepërmi që aja shka ju ka dhanë. Allah nuk i da krye lartë dhe ata që ka mdurë. Subhanallah. Që, mes, balans, arsyeja katër. Zgjidhje alternative më të mirë. Pse mos me kuptu vdekjen? Se du me zgjidhje alternativë. Cila? Alternativa më e mirë është lutja e pejgamberit, që ka thonë: asnjëri prej juve mos ta kërkojë vdekjen. E nëse ka dëmos, atëri të ngritur dhe o Zot, nëse më jep jetë, nëse jeta është më e mirë, më mundso me jetu. E nëse është vdekja më e mirë, më merr jetë. Kjo është alternativa më e mirë. Ti nuk e di, jam mbështetja e Allahu Gjeleshanu. Allah e di shëftësit që qëndron. Qëre? Dhe nëpërmjet kësaj lutje, njeriu mbështetet plotësisht Allahut. Në fatkeqësi që ka i ka rënë. E duke i mbështetur Allahut, ai ka treguar edukat dhe respekt ndaj tij. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëshiron që nëpërmjet kësaj lutje ta rënjos në zemrën e çdo besimtari pikërisht këtë edukat dhe respekt ndaj Allahut. 3. Në Kur'anin famullar të lexojmë rreth dëshirës së Mariamës, nënës Isa sallallahu alaihi wasallam, për të vdekur. Si është e mundur një çështje e tillë? Kush ka lexuar Kur'anin komplet e merr vesh gjinja jetë se nëna e Isës Mariamja ka thënë Allah, më bëj kisha vdek, sa ti shajtu. Është një ngjarje e madhe. Mi po që kjo ngjarje të disa njerëz ju kalon pas qarim, disi e pa kuptim. Që kjo ka lidhje me këtë e shpjegon. Rreth kësaj pyetje ka folur shumë qartë dietari i njohur Hoxha Sheikh Uthaymini, një dietar i njohur i cili ka ndruar në Arabi Saudite, i cili thotë: për mi përgjigj se pyetje themi s'pari. Duhet me ditë mirë se ligji që ka qenë tek popujt para nesh nuk merret për bazë
nëse bie kundërshtim me ligjin tonë, nëse bie shariati I kaluar, bie ndeshje dhe përplaset me shariatin tonë, na nuk e mohojmë. Sepse ligji ynë është I ka shfuqizu të gjithë ligjet dhe sistemet e mëparshme. E dyta, Merimi Alesem nuk ka dëshiruar vdekjen në atë çast, por e ka dëshiruar atë përpara se të ndodhë ajo ngjarje. Edhe sikur të jeton të 1000 vjet. Që kjo nuk është një, sikur se dikush I ka ndodhur një telashe edhe sunduron për telashes, o zot, më mi vdes, ti më tokë. Kjo jo e dini pse ka ndodhur kjo rast Merimës. Merimja ju ka fryrë në bark. Ka mish në zonë e pa burë. Edhe kjo, si instikti njeriu, unë e pa prek burë, ka meta. Ku ka bëhë ta, edhe I ka orë me la që ka thonë, kanë mëtar njerëz më provokuar dhe më thonë, ja Merimi, pikati burë s'ki pas, ti baja me kishtë, I falë me thmija. Edhe Merima, kur I ka bëhë, kur kanë paket situatë, kanë, o zotë, mami t'isha vdekë se më kanë gjatë. Mami t'isha haru. Që kjo nuk është e njëtë, se përse dikush nuk ka sprovu. Më në men, kjo nuk është e njëtë, do të mi bëhë të dalimën. Kjo nuk bjetë nesh me ata që kena duke thonë. Pra rëndësishme është që të vdiste pas provë. Shembulli I saj është si shembulli I thënies së Jusufit a.s. Jusuf a.s. që I ka thënë Allahu, e ka bërë një lloj lutje çështu, ama kjo lutje e vdekjes nuk ka sikur se ja është ndaluar. Çka ka thënë Jusufi? Në fund të jetës ka thënë: "Anta waliyu fi dunya wal akhirah, tawaffani musliman walhiqni bis salihin." O Zot, ti mbrojtësi jetë në dunjë dhe në ahiret. O Zot, më ban të vdes si musliman, edhe më bashko me të mirët. E kjo nuk ka lutje keqe. Kjo nuk ka të shpëtu vdekjen. Po të një demet, o Zot, më vdes, ku të vdes tete, a më vdes me imam, si musliman. Edhe bashkoj me purat e mira që. Që kjo është njësoj sikur se Merime që ka bo, që nuk bie ndesh me hadithin, që është bosh një temës tonë. Kjo lutje nuk do që Jusuf a.s. I lutë Allah që ta bante të vdiste. Por Jusuf a.s. I lutë Allah që t'ja merr shpirtin duke qenë në Islam. Një gjë tillë nuk është problem. Si për shembull, kur lutesh me fjalë, o Zot, me shpirtin në Islam. O Zot, ma merr shpirtin me iman. O Zot, ma merr shpirtin me tauhid. O Zot, ma merr shpirtin me sinqeritet. O Zot, ma merr shpirtin duke qenë I kënaqur ndaj meje, edhe lutje të ngjashme me këtë koncept. Kjo nuk bie ndesh. Kjo nuk ka nisoj, sikur sa I cili e lip më shpejt me ndryhet se sopi përballon të lashet dhe belat mbi kokë. Do të bëjmë dallimin ndërmjet personit I cili dëshiron të vdes për shkak të një fatkeqësie që I ka rënë atij personit, edhe ai cili dëshiron të vdes në mënyrë të veçantë për të cilën Allahu është I kënaqur. Rasti I parë është ai që e ka ndëruar pejgamberi sallam, rasti I dytë është I lejuar. Rasti I parë e ka thënë me hadithin, rasti I dytë është I lejuar. Qof Merimës, qof Jusufit a.s. E në fakt pejgamberi Allahu e ka ndaluar që njeriu të dëshojë vdekjen në rast kur ati bie ndonjë telashe, sepse kjo tregon se ai nuk është durimtar. Ndërkohë që njeriu ka për detyrë që në rast fatkeqësie të bëjë sabër dhe të kërkosh problem tek Allahu xhaleshan. Çdo fatkeqësi që godet, qoftë e gale, treshtim, smundje apo diçka tjetër, të gjithë këto janë shityrje të mëkatësh. Monument, edhe kushia mos provu tyje. Ata çu Allah të kushit keq, mund të thonë sprovë ti fal Allah xhenon. Subhanallah. Kur kam një peditor të selefit, se nëse është kushia I keq, mund të mëkon tyje në përmet kësaj të pasapur që mund të fal xhenon. Çu të më percepton. E nëse nuk është problem, atë ngrihesh në grada të larta, vujtje, smundje dhe gjithçka që godet njeriu nuk janë të përhershme, sepse ato do mos kanë me marr fund, duke qenë se ajo fatkeqësi baron dhe ti ke fituar sevape, nga që ke kërkuar të shpërblesh tek Allahu xhaleshanu dhe të shpion gjunahet për shkak të asaj fatkeqësie, atë kjo gjë shumë është e mirë për tyje. Thot pejgamberi Allahu në një hadith, ata që ka treguar më herët, është çudi çështja, është habitshme dhe çudi çështja muslimanit. E gjithë jeta e tij është hajër. Kur e godet një keq që ban sabër është hajër për ta, kur e godet një mirë e falendron e ban mirëgju Allahun, është e mirë për ta, e këtë mirë nuk e gëzon vetëm se kush muslimani. Pra, besimtari në çdo situatë, fatkeqësia apo mirëqenie është në mirësi të madhe. Katër, cilat janë ato raste ku njeriu lejohet me dëshiru vdekjen? Kur lejohet muslimani me lidh vdekjen? Katër raste. 1. Kur njeriu ka frikë për fenë e tij dhe kona të cilin jeton është e frikshme. Tutët se ky, çështo të shku, situatë, hall, rrethona, është pikpyetje imani. Su ka me fal namaz, se njerëzit pa namaz pa dinë, edhe I keqësohet imani, ky mami thotë ozot. Ma mirë vdes, se kam frikë se po shkej pa iman. Ala çfarë situata, më ka marrë një kohë që njëri ka me pas frikë për fenë vet. Kam ikë me lop, me vend, në përmal, nga frika e fitness që kam kaplu qytetet e dynjës.
Çka një, dy. Kur provat janë shtuar sidomos provat në fe. Ka filluar në fe prova. Sunë merr vetë si do të vërteta, çfarë nuk është vërteta. Ku është hapi ku dalaleti. Ka marrë një kohë që su kemi diktu, se cilë për tyre pretendon se është e vërteta. Sa se të përzihen gjona tyre. Atëherë më rezon, su për Allah gjona, më shpite. Të ka lejo. 3, kur njeriu dëshiron të bjerë dëshmor në rrugën e Allahut, ki çep me rosh shehit. Lejo. O Zot, më shpitën ti ndihmoj muslimanëve gjakut t'ia mbroj, derën t'ia mbroj, vatonin t'ia mbroj, tokën t'ia mbroj, derën t'ia mbroj, fytyrën t'ia mbroj. Kse lejo më radh. 4, kur njeriu dëshiron të vdesë në një vend që e ka shënderuar Allahu xhallahu. Allah disa vendi ka po qenda, Mekë, Medinë, Kudsin, o sheshen. O shpime lutë Allah, me ma shpitet Mekë në Medinë. Për nga Mekë ka thonë, kush ka mundësi me ndrujet Medinë, le të vdes Medinë. Edhe Zotë Omeri ka po lutë, o Zotë, me shpitet Medinë, edhe ka ndrujet Medinë. Edhe shkejt ka ra, mihra, kër ka mytaj dushmane e miku, edhe në vendin e Rasulullah. Lejon me po lutë me ma shpitet në vendet e shenjta, sikurse Mekka, Medina, edhe Kudsi. Mësimet që kanë nxjerrë nga hadith. 1. Stop dëshirës për të vdekur për shkak të një fatkeqësie. 2. Vlera dhe pozita e sabrit. 3. Rëndësia e zbatimit të këshillat të Rasulullah. Gjithmonë këshillat dhe porositë dhe mesazhet e pejgamberit kanë rëndësi. Stop dëshirës për me vdekur për shkak të një fatkeqësie. I dërguar Allah në këtë hadith ka thënë, askush për ju të mos dëshirojë vdekjen për shkak të një keqe që ka goditur. Në një hadith tjetër, askush të mos dëshirojë vdekjen, as të lutet që ajo të vi përpara kohës, sepse nëse dikush krejësh vdes, vepra mirë i ndërpritet nga që mosha sa më e madhe besimtarit ia shton edhe më shumë mirësi. Ky hadith është argument se nuk lejohet që njeriu të dëshirojë vdekjen për shkak të një keqe që ka goditur, sepse kjo dëshirë nuk kupton largimin nga caktimi i Allahut. Dëshira për të vdekur në raste të tilla mbart në vetvete shumë këshilla, paknaçi, pesimizëm, mosdorim. Ndërkohë që besimtari duhet të jetë gjithmonë i kënaqur me atë që Allahu ka caktuar për ata. Ta shohë jetën me optimizëm, ti përballoj me durim të gjithë dagat e jetës, të vogla apo të mëdha qofshin ato. Një prej 6 kushteve të imanit është me besu dhe caktimin kaderin e Allahut. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari. 6 kushte. Ti imanit një ndërtohesh me besu caktimin, e mirë apo e keqe qoftë. Nëse 5 kushtet e tjera duhet me besu me zemër, sepse ato i përkasin botës gajbë. Edhe ky kusht duhet me besu me zemër, por ka kjo kushti 6 e ka një specifik, të veçantë nga kushtet tjera, që besimin e këtë kusht duhet të jetë i plot, njeriu duhet të përballë me realitetin. Në atë mënyrë që Allahu i lartësuar të jetë i kënaqur me ta. Dëshira e njeriu për të vdekur në kësaj raste është mëkat i madh. Dhe njeriu e gënjen vetëm kur thotë se beson se çdo gjë është e shkruar. Ajo që është e shkruar se do të ndodh, do të ndodh. Pa asnjë dyshim të vogël. Por njeriu duhet të thotë përfundimisht stop dëshirës për të vdekur në kësaj raste. 2. Vlera dhe pozita e sabrit. Durimi është imani i besimtarit që të kthehet tek ai çdo herë. Kjo është halka e rëndësishme me të cilën e mban imanin. E treguar rastin. Sprova është sikurse kripa. A e gjun kripën bardak, a e gjun det. Nëse e gjun bardak, edhe pe ujin e kripën, ç'është do të hedh. Nëse e gjun kripën det, pe ujin të çaj kripa, se merr vesh. E kripa është sprov. Varet se sprova se si e menaxhon. Nëse e shtet çdo sprov nga zemra bardak, ka më të duk edh stapish. Nëse e gjun detin lum, se merr vesh. I te kalon sprovat e mdoja, me vlat, me tjeke, me vdekje. Varet se si e menaxhojmë na. Se këtë sprovë, edhe pasuri këtë sprovë, edhe i varfër, edhe kryetari, edhe i dobti, edhe hoxha, edhe xhamati, edhe mësuesi, edhe nxënësi, krejt, edhe pejgamberi Allahu. Pointa qëndron se si e menaxhojmë. A e ngushtojmë? Po ai me ndeti, atëherë nuk e shijon as fare kripën, nuk e shijon ditën e fatkeqësive. E sprova është se vapi më i madh, madje është gjysma e imanit. Jeta më e mirë është ajo në të cilën kanë jetuar të lumtur, duke falendruar dhe duruar kanë Allahun xhaleshan. Thuhet se njeriu fluturon në krahët e durimit edhe falendrimit, drejt kopshtet të xhenetit. Kjo është mëshira e Allahut, të cilën Allahu jep kujt e doj. Vërtet Allahu është problem me shumë mira, kështu ka thënë Ibn Qayyim. Pikërisht në momentet dhe çastet kur njeriu i bie ndonjë keqe, shfaqet vlera dhe pozita e lartë e sabrit. Prandaj Allahu në Kur'an ka thënë, vërtet mendojnë njerëzit se kena milan të lejë. Hasib e nësë, e jutraku, e yaqulu amanna,
وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Fëtallahu, a menduan njerëzit se kena milion të lirë, vetëm e thanë, kena besu Allah një amorë musliman, pa i sprovu në test. Laqad fatanna alladhina min qablihim. Na kena sprovuar punë për para juve. Derisa mi hetu dhe me verifiku, se të kjo ty është sinqerti, se të është rëndzaki. Të përdojnë musliman hakikat, hajtë në sprovë. Të e gjithë është në hakikat, shkaj të mbate. Demek, sprova të Allah i banë qka, mëna testiron neve. Pasaj Allah ka thënë Kur'an, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أما أنتوا njerëzit se kanë në xhenet, pa u sprovu. Pa jorë aty me sprova, sikur që kanë dhënë aty marrë sprova, fatkeqësi, telashe, sa që janë dridh, sa që edhe pejgamber kanë thonë, edhe ato që kanë qenë pejgamber, ku bendim Allah janë sprovuar pejgamber, edhe musliman xhamati pejgamberëve. Sa raste, sprovu, ku bendim Allah te. Allah ala inna nasrullahi qarib. Ndim Allah ka shoh. Thuat se Allah i sprovon njerëzit për musliman të mirë, deri në momentin e fundit. E sprovon, duron, kur është se mo, ku kam shtet të ziti. Por era normalisht, sikur se njeriu po thuaj se do me dyshuar. Do me po thuaj se kufër, Allah ja çondimin nga momenti o një kur të zmorë për ty. O ti kur të zmorë për ty. Ma dash për pejgamberëve nuk vallën. Nga momenti po ti ufti këtë ato energji me thon. Subhanallah. Kur jos kanë pushtetin ta. Ala inna nasrullahi qarib. Qëllimi kryesor i keqës që i vjen njeriu është se çdo gjë të jetë e qartë dhe të dallohet kush është i durueshëm dhe kush nuk është i durueshëm. Durimi më i mirë është që njeriu të ketë raste të pranojë me kënaqësi. Edhe çdo sen është caktim nga ana e Allahut. Përderisa pejgamberët e Allahut janë udhëfysit tonë në rrugën e drejtë, detyra jonë është që të zbatojmë gjithçka që na ka ardhuruar nga udhëzimi i tyre. 3. Rëndësia, e kjo është pjesa e fundit, rëndësia e zbatimit të këshillit të pejgamberit të Allahut. Një mësim i rëndësishëm që përfitojmë nga kjo ditë është që duhet të zbatojmë këshillat e pejgamberit, për të mos e dëshirojmë vdekjen, si pasojë me keqe që kanë ndodhur njeriu. Në shumë ajete të Kuranit, Allah i ka obliguar besimtarët me zbatuar urdhat e pejgamberit. Ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu, atiu Allah wa atiu Rasul." O ju musliman, o besimtar, bani tot Allah dhe pejgamberin, respektoni Allah dhe pejgamberin. Në shumë ajete, من آيات ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kush e respekton Allahun dhe pejgamberin, këta njerëz kanë bukur me ata të cilët Allahu ka lëshuar begati dhe mirësi për tyre pejgamberët e Allahut. Janë të sinqertë, janë shahidat dhe burra të mirë asa shoqëria e mirë. Mëne duhet me respektuar urdhat e pejgamberit. A be kuptova se kuptova, ka thënë pejgamberi u kri. Mos gabon, po më unë sprovu. Por pejgamberi ka thënë çdo që ki sprovat mos e vdekjen. Edhe u krimu, zbatoje urdhat e pejgamberit se vallahi gjithmonë kemi apo hajrin dunjë dhe në erë. Kjo do të thonë se kush vepron sipas urdhave të Allahut dhe të pejgamberit dhe i praktikis ato gjëra të cilat Allahu dhe i pejgamberi kanë ndaluar, Allahu ka për të vendosur në xhenet dhe ka më bëu miq me pejgamberin. Ka bëu miq me Sidikun, të besueshëm, të sinqertë. Ka më bëu miq me dëshmorët, shahidët. Ka më bëu miq me burrat e mirë, asa kompani e mirë, asa shoqëri e mirë, asa grupe e mirë. Dëshira për të vdekur në realitetin tonë. Si ndodh dëshira për me vdekë, sidomos aktualitetin tonë. Në fakt është për të orë keq, që dëshira për të vdekur dhe akoma më keq, vetvrasja është një fenomen i përhapur në ditët e sotme, sidomos në shoqërinë tonë. Ky fenomen është përhapur në disa shtresa të shoqërisë tonë. Dëshira për të vdekur në shtresën e të varfër të shoqërisë. Varfëria është për me një fenomen shumë dimensional, me pasojë të dëmshme dhe të pallakmueshme për individat, të cilët gjenden në një situatë këtij. Të ardhurat e ulta apo minimal me një familje të varfëra e bën ti çysh kin njeriu edhe me ndikimi edhe të arsimit. Nuk ka dëshim se shtresa më e prekur nga dëshira për të vdekur është shtresa e fukarave, të popullit. Kushtet të rënda ekonomike, papunësia e madhe, niveli i lartë i korrupsionit janë shkaqet kryesore që njeriu i varfër të bjerë në depresion dhe ta dëshiron vdekjen në fund, pse dhe jo me tentuar dhe me vrarë vetë. Ka te.
Një dëshirë tjetër do të thotë ikje nga mos përballja me realitetin. Mirë po, çdo kush që dëshiron vdekjen për shkak të varfërisë, do e mos t'i ashtron vetën pyetjes. A është me të vërtetë vdekja zgjedhje? Ti do me vdek, kaq, do me myt vetëm. Mos o zgjedhje nëse myt vetëm ka të. Jo vallaj, kjo nuk është absolutisht e vërtetë për disa arsye. Në shumicën e rasteve, personi i cili dëshon vdes është kryetari i familjes, i cili më pas vret edhe vetën e tij. Duke vrarë vetën, ai nuk ka shpërtuar ashtu siç mendon ai. Pikën e parë. Por e ka shtuar familjes së tij një hall më të madh. Sidomos do të çini nëse myt vetën. Mos bëhet se të mitesh ti portoles ose punën se jo. Ti lëse që myt vetën, i ke ngarku se ti ka qenë shpresa pas Allah të lëshanu se ti kemi afru një idare. Ti ala ma shumë e kemi shtërsu me mytën tënde. Po, asnjë. Pra do ky njeri përpara se të dëshirojë të vrasë vetën, në radhë të parë duhet mendoj mirë për familjen e tij. Që çka ka melon pas vetës. Dorsa një aspekt tjetër shumë më rëndësishëm është se ai duhet të di mirë se jeta e kësaj bote është sprovë. Edhe nëse e morën si të mirëqenie e faktit. Se ai gjatë jetës ka jetuar si i vogël. Nuk duhet të harrojmë kur faktin. Se në botën tjetër njeriu më i vogël ka më qenë në botën tjetër që ai ka më xhenet edhe kur s'ka më shkuar varfërlikën. Ju dini se njerëz që kanë në xhenet, fukaraja 500 vjet kanë në xhenet përpara pasurisë. Pse? Po ki fukara që kanë me vetë Allah. S'ka. Pasurikin, ti i kanë pas 3 milion. Ku i mure 3 milion? Ku i fitove? Si fitove? Shlepeja, duqana, mao, ju dini carin, kush gënohet? A që me këtë vogël ku gjohë? Ama ti? Dokumenta. Edhe carin ka atje... Këto e petë rëshveti, a që nuk ditë rëshveti, ati nuk nikë rëshveti. Dëshira për të vdekur tek adoleshente. Ata që e në bilim. Adoleshentët llogaritën fëmijët e moshës nga 12 vjeçar te 21. Në këtë periudhë, ata kalojnë në ndryshime fizike dhe emocionale. Ndryshimet shpesh janë të dhimbshme dhe ndikojnë duke shkaktuar huti tek fëmijët dhe tek prindërit. Në këtë periudhë, ata krijojnë një lloj pavarësie ndaj prindërve dhe mendojnë se nuk mund të lëndohen. S'ka nevojë për babë. Kjo moshë prin 12, 13, 15 te 20 vjet, adoleshentë. Ata janë të bindur se çfarë do shka bajnë, asgjë e keq që nuk mund të ndodhë. Madje ata që kanë ndikim të madh në vendime e tyre të shokëve vet, ata ju lindën dëshira nga më të ndryshme, të cilat janë shkak i pakënaqësive dhe mos pajtimit me prindërit e tyre. Ata nuk e dinë se shumë vendime që i ndërmarrin vend janë të gabuara, dhe se prindërit e tyre do të më dinë se prindërit ja dojnë të mirën për familjen. Mos pënoj fëmija se baba ma do në keqën, s'po mje pare, s'po mje këta, s'po mje pata. Kur s'po me ndu? Nga qortimet e shpeshta të prindërve, për çdo veprim të tyre, lindë dhe dëshira për të vdekur. Dhe kjo dëshira është evidente tek adoleshent. Por kjo dëshirë ngrihet vetëm në konturët e dëshirës, sepse shumica në rasteve ata nuk e ndërmojnë hapin e rënd. Për me vrarë vetën. Kuptohet që kësi raste ka preshtime, por realiteti ky është. Në fakt prindërit ju del një punë shumë e madhe, serioze, për të krijuar një komunikim, një ujë komunikimi me fëmijët e tyre, që të kalojnë sa më mirë me sukses në këto faza. Është mirë këtë fazë fëmijë 12-20 vjet, baba me gjithë komunikim me fëmijën. Se këtë ndryshim fëmia merr do vendime që çuditshëm. Nuk më marr vendime edhe me myt vetën. Se më do të shqipan varur ku diçka, do të bëhet sa më afër baba ndaj fëmijëve këtë moshë. Dëshira për të vdekur te gratë. Atë te gratë lindë një dëshirë me vdekje. Se një shtresë tjetër që dëshiron vdekjen janë dhe gratë. Masak me thonë ato që janë anviste, që janë për shtëpi që punojnë. Të lodhur nga punët e shtëpisë, mungesa e ndihmës së bashkëshortëve, po, sidomos do bashkëshortë që ushtrojnë dhunë. Nëse gruaja punon maçetore në shtëpi, bukën ja bankete, tesha, kiçi çonë shkon edhe mendon se thesësh. Ku. Edhe asaj si dhe nga mos bindja e fëmijëve, edhe kur gruaja stresi burrit, nuk e ndihmon, plus e rrenë, plus fëmijët nuk e nguajnë, shtëpijet nxjerrin nga gojët e tyre fjalë dhe shprehje që nuk kuptojnë dëshira për mos jetuar. Sa çdo gruaja shka mos jetuar. Unë e shakon hamallxhi. Pish pjesë ta me ka marrë të burri, e sabajnë, e drekën, e darkën, e jaloj teshat, e loj shpijen, plus fëmija sungon e burri, s'kujdeset, dhe fillon me nxjerr të fjalët si jetuar. Megjithatë kjo dëshira është thjesht kalimtare dhe nuk rënjoset thellë në zemër. Apo? Përveç rasteve shumë të rralla. Pavarësisht faktit që këto dëshira dhe kalimtare, shtëpiakët duhet të largohen nga fjalori tyre të tilla këto fjalë, dhe këto shprehje, sepse punën që ka kryen ato është tepër fisnike dhe e madhe.
E ku ma mirë se sa të kujdeses për shtëpinë tane, bashkëshortët dhe fëmijët janë zbukrim kësaj jetës. Argumentet dhe dobit të hadithit nuk lejo që njeriu të dëshirojë vdekjen për shkak të një fatkeqësie që ka godit. 2. Dëshira për të vdekur për shkak të një keqe, shpreh, mosdurim dhe mos pakënaqësi ndaj Allahut. 3. Sabri në rastet e fatkeqësive është obligim, farz, detyrë. 4. Besimtari mbështetet vetëm Allahut në rastet të fatkeqësive. 5. Për besimtarin vazhdimësia e jetës është më e mirë sepse ai ka mundësi të kryejë vepra të mira. Mos më thon tu me vdek, se më mirë, se bën makinë mas kësaj, bën punë të mira. Pendohesh, po tjetër më e mirë, se si vdekësh po s'ka shanse me bën punë të mira. Mos u vdekën. 6. Nëse besimtari ka frikë se mos provohet në fenë e tij, atëherë lejohet që ta dëshirojë vdekjen, por duke lutur sipas lutjes që na ka mësuar pejgamberi. Nëse është patjetër, o Zot, nëse është jetë më mirë, më mirë tu, nëse është me vdekje më mirë, vdesën. 7. Kjo lutje thuhet vetëm në kësaj raste, është më mirë që njeriu të mos e bëjë këtë lutje. Më e mirë mos e bëj. Epilogi, një epilog i këtij hadithi, po e përcjellim durimin e sabërlijës një sahabës i ndershëm, i cili ka pasur Habab ibn Haram, të cilën sëmundja i ka zot atë shumë, saqë dhimbjet i kishte të forta. Njëri në zotë si ti, Kajsi, thot, shkova ina të shtëpia Hababit për me bërë zjarët vizit nga dhimbjet që ka i kishte. Për shkak që ishte mjekuar 7 herë me mjekimin e djegjes, për dy shkosh me djegje. Me drapën që i djegjen. Kjo nuk preferohet. Në Islam ka thënë pejgamberi, shërimi është 3 sende. Mjar, një xhame, edhe në djegje. Ti shka thënë këtë djegje nuk e preferoj për umetin tërë. Nëse të tërë kanë një ka thënë me kru. Nëse ke shpërdzu mjata, ke shpërdzu i xhame, ke shpërdzu rrugje, i ke bërë këtë opcionet alternative, ti ke shpërdzu. Edhe nuk shëruas, ka thënë disa të lejohet atëre stacionin e fundit me djegje, drapë. Ama, pare me shpillim nuk lejohet. Thotë, kjo hina të shtëpia e këtina me vizitu. Dhimbjet e kishte të mëdha. Ishte mjekuar 7 herë me djegje. Ai tha, ç'ke sabi ka thënë. Ata që kanë qenë përpara nesh, kanë hikur, kanë vdekur. Dhe kjo botë nuk i ka bërë për vete. Edhe thotë ne jemi sprovuar, ndëshkuar shumë. E nëse pejgamberi Allah nuk do të na kishte ndaluar që të luajmë për vdekjen, unë kisha lutur Allah me vdekje. Atë sprova ne ka pas mëoja fut, dhimbje. Bile thotë mi 18 vite ka qenë smund çu sa. Shra atë shumë dhimbje. Vetëm se kam di pejgamberi Allah kur mos li vdekje. Se po ndjesh çfarë dhimbje në bos i kisha li vdekje. Që çigjor le nashë vdekje sikurse musë në pillog, nëse na sprova atë vdekje, as si smundje. Ne as na kohë ne sprova më me vdes. Më me të ngërveshë çështo. Se e treguam dersën dhe i përcjellim disa mësime dhe mesazhe. Lutë Allahu xhallahu xhelalu këtë mësim dhe këtë ders që e mbajtëm, të jetë inshallah favorit tonë. Inshallah pas pari kam dobi une, pas edhe ju, edhe ju në kusht që porositë që ta përcjelli tek shokët të ju, mikët të ju, familja juve, që ata të përfitojnë nga këto mësime. Lutë ju në fundit është alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.